Dita e 19 janarit ka qenë një ditë e veçantë për familjen e Shpat Kasapit. Djali i tij Roeli festoi 4 vjetorin e lindjes, ndërsa urimi i Selvijes ka prekur thellë rrjetet sociale. Ajo nga zemra shkruan: "Gëzuar ditëlindjen jeta ime. Sot mbush 4 vjeç Roel, dhe unë do doja të ishte këtu babi yt, ta shihje me duart plot dhurata, të merrte në krah fort e të përqafonte sikur bota të ndalej aty. Sot ti e feston ditëlindjen duke parë fotografinë e tij dhe unë me dhimbjen që ai nuk arriti të të përqafoj edhe një herë. Por biri im, mami është këtu për të dashur dyfish, për të mbajtur fort. Babi yt të do nga qielli dhe mami i lutet Zotit të jetë gjithmonë krahu yt. Të dua fort biri im, arsyeja që unë frymoj." Shkroi Selvia në profilin e saj në Instagram, bashkangjitur një video ku dukej Shpati me të voglin e tij. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.